Ishulli i kukullave, Meksik. Ky ishull në kanalet Xochimilco është vetëm 2 hektar, por historia e tij unike e ka bërë atë të njohur. I ndodhur pranë qytetit të Meksikos, ishulli i kukullave është një vend mjaft i frikshëm. Historia e tij është e lidhur me një njeri, Don Julian Santana Barrera, kujdestar i ishullit të vogël i cili fillimisht ishte pronë e tij. Legjendat thonë se Don Julian gjeti trupin e një vajze të re që ishte mbytur në kanalet përreth ishullit. Menjëherë pas kësaj, ai gjeti një kukull që notonte në ujë, për të cilën besonte se i përkiste vajzës. Nga respekti për shpirtin e vajzës së ndjer, Don Julian e vari kukullën në një pemë. Gjatë viteve, Don Julian vazhdoi të mblidhte kukulla të hedhura nga kanalet dhe grumbujt e mbeturinave dhe i varte ato në pemë. Ai jetoi një jetë të vetmuar në ishull dhe besonte se kukullat e ndihmonin për të larguar shpirtrat e këqij, veçanërisht shpirtin e vajzës së mbytur. Don Julian u gjeti mbytur në të njëjtin kanal ku ai pretendonte se kishte gjetur trupin e vajzës së vogël, më 17 prill 2001, dhe që prej asaj kohe, ishulli me mira kukullat e tij të frikshme u bë një atraksion turistik gjithnjë e më popullor.